Hani 5 ara në ditë dhe shikoni se çfarë do të ndodhë me ju. Një studim i sapo bërë ka dëshmuar se konsumi i dur i arorëve në ditë parandalon sëmundjet e zemrës. Konsumi i rregullt sigurisht mbron edhe shëndetin në vazhdimsi. Studimet gjithashtu demonstruan edhe përmirësime të atashme të kolesterolit dhe fleksibilitetit të enëve të gjakut, të cilat ishin thelbësore për lëvizjen e gjakut, vetëm 4 orë pasi kishin konsumuar arra ose vaj arre, citon Elthisaj. Të gjithë ne duhet të përfshijmë arrat në ushqimet tona të përditshme sepse konsumi i rregullt i tyre parandalon shumë probleme kardiovaskulare për ndikim të serumit kundër faktorëve të rrezikut të sëmundjeve në zemër. Konsumi i arrave të stinës sigurisht që do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj, citojnë ekspertët. Konsumi 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë mund t'japë përfitime në mbrojtjen e shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj konsumojeni ato si një frut të mirë edhe për të rritur vlerat e shëndetit.